Një dozë, 2, 3. A keni menduar ndonjëherë pse bëjmë kaq shumë vaksina? Yaptığı 0-18 yaş arası 19 aşımız var. E di, për disa mund të duket pyetje absurde sepse e dim rëndësinë që mbartin, por një numër gjithnjë në rritje prindërish po i thonë jo imunizimit të fëmijëve. Për dallim nga e kaluara, sot prindërit e rinj kanë shumë barë mbi supe. Një ndërto është edhe numri i dozave që foshnjët marrin akoma pa dalë nga materniteti. Dhe pikërisht këtu lind diskutimi. Nëse të porsa lindurit trashëgojnë antitrupa nga nëna, përse ne duhet t'i nënshtrohemi një kalendar imunizimi? Zamanda yeni doğan döneminde bir bebek doğduğunda vücudundaki antikorlar çevredeki virüslere, bakterilere yani enfeksiyöz etkenlere karşı yeterince savunma hücreleri olmadığı için bu aşılarla aslında biz onları koruma altına da almış oluyoruz. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përgjigjja është e thjeshtë, parandalojnë 3.5 deri në 5 milion vdekje çdo vit nga sëmundje si difteria, tetanozi, kolla e mirë, gripi dhe fruthi. Vetëm gjatë 50 viteve të fundit vaksinat kanë shpëtuar rreth 154 milion jetë. Megjithatë, globalisht në vitin 2024 janë regjistruar mbi 14 milion fëmijë pas një vaksinim të etiketuar si fëmijë me dozë 0. Por nga vjen ky hezitim? Tarihine baktığımız zaman aşı karşıtlığı yeni olan bir şey değil. Ancak günümüzde daha da hızlanmasının sebebi sosyal medyada biliyorsunuz ki bilgi çok hızlı yayılıyor. Artık internette sayısız bilgi var ve insanlar bence hangisi doğru, hangisi yanlış çok ayırt edemiyorlar. Një pjesë e kësaj historie lidhet me një studim të botuar në vitin 1998. U pretendua se vaksina MMR shkaktonte autizëm. Studimi u tërhoq më pas si mashtrim shkencor. Autori humbi licencën dhe 10 studime të mëdha provuan të kundërtën, por miti mbeti duke ushqyer frikën. Por vaksina nuk është një armë e fshehtë. Në thelb vaksina trajnojnë sistemin imunitar që të prodhojë antitrupa pa shkaktuar sëmundjen. Ato përmbajnë forma të vdekura ose të dobësuara të bakterëve, duke mbrojtur trupin pa rrezik komplikacionesh. Dhe mbi të gjitha e ka një arsye pse është krijuar. Kthehemi pas në shekullin e 18. Bota po përballej me një epidemi vdekjepruese, atë të Lis, pati pasoja fatale dhe nga më të prekurit ishin fëmijët. Fatmirësisht u gjet një zgjidhje. Në 1796, Edward Jenner, me anë të një metode, arriti të krijojë vaksinën e parë kundër Lis. Shekujt pasardhës sollën sfida akoma dhe më të vështira: poliomelitin, sëmundje që shkaktoi paralizë të 10.000 njerëzve çdo vit në shumë vende, veçanërisht fëmijëve. Falë zbulimit të vaksinës, ky numër ra në 99% që nga viti 1988. Njëjtë edhe me fruthin, i cilësuar si një nga shkaktarët më të mëdhenj të vdekjes së fëmijëve. Vetëm në vitin 2000 u regjistruan 800.000 viktima në nivel global. Vaksinimi shmangu mbi 80 milion vdekje mes viteve 2000 dhe 2023. Deri më sot, vaksina konsiderohet ndër produktet më të kontrolluara në mjeksi, pasi kalohet ndër prova klinike shumë fazore, testohet nga 10.000 persona dhe monitorohet edhe pasi futet në përdorim. Kështu që ja ku mbetemi me pikpyetjen e madhe. A janë vërtet vaksinat shpëtimi i njerëzimit? Përgjigjja me sa duket varet se kujt zgjedhim t'i besojmë. Shkencës apo frikës?